Sekretari i Bashkisë Islame në Vushtrri, njëherë është edhe banor i fshatit Zagor. Një vend që nuk ka asnjë banor, çka i duhet ngritja e një objekti fetar. Për çfarë arsye? Unë nuk mendoj që në këtë vend një kishë ngritet për qëllime shpirtërore, po për qëllime politike. Arsyeja e dytë pse jemi kundër është për faktin se promotorët ose ideatorët e kësaj nismës janë njerëz që i takojnë lëvizjeve ekstremiste. Paramendoni në Vushtrri me një fshat që nuk ka fare njerëz, veç një që i teket jam konvertu, du me bo kish. Bukur, a e din ti që qatë kish, kur ti e bën, Vatikani në kohët e fundit, në dekadat e fundit, është duke u përpjekur që me bo aleancë krishtere, në kontekstin aleancë krishtere, që ato dallime që i kemi me ortodoksët mi shu dhe na mu bo vllazën. Se kështu Biblia e thot, a Jezu Krishtin, këta Jezu Krishtin. Biblia, kryqi. Ndërsa i peshkvia në Kosovë është sikur deg me thone Vatikanit. Çfarëdo që i thot Vatikani, këta ja bojnë aminin. Si kështu është, e kanë si rregull, papën e kanë ata mbi të gjithë, më thonë është si lloj hierarkie. Këtë është bukur. Nëse vjen urdhri prej Vatikanit ndaj këtyre priftrinjeve dhe me i thonë që ju zguxoni me luftu kundër serbëve, sepse ata janë vëllezërit tanë. Çka bën ti? Me kishën tonë dhe ti që e ki bua atje në Vushtrri që kërkush nuk është, çka bën ti? A pe kuptoni ku është? Sa çështje rrezikshme është kjo gjë. Shumë është rrezikshme kjo. Na nuk po flasim ku me një vend caktuar është një komunitet katolik. Ata e kanë kishën. Mirë, po me shku ti. Don Frank Kolaj i angazhuar në këtë nismë, sipas tij me 18 gusht, nuk do të nisë ndërtimi i kishës, por në atë lokacion do të mbahet një ceremoni pagëzimi për disa besimtarë. Se ti pe bën kishën, po kush ka me shku aty në kishë? S'ka katolik aty. Nuk ka katolik. Atër pse po e bën atë kishë? Pikrisht që kjo është kisha politike. Ata po na akuzojnë neve me islam politik, a vetë jënë krye këput në kishë politike. Kjo të merë vëllazni. Institucionet e sigurisë, njerëzit që i njohin këto gjëra, duhet me nuhat këtë gjë. Sepse kanë me nalon, fëmijët tanë në të ardhmen kanë milon me një belat madhe. Monën mend, nëse nuk reagojnë, me mençuri, me 1.7% janë bërë aq të egër ndaj muslimanëve, aq sulme. Vetëm 24 orë vllazni unë e kam lënë Facebookin e hapur në komente. E kam vetëm për shok që i kam Facebook mund të komentojnë. Ndërsa të tjerët që nuk i kam, hajtë thash ta lënë janë 24 orë. A e din çfarë sharë dhe kërcënime kam marrë? Në komente publike. E që kjo është ajo çështja që këto lëvizje po i nxisin dhe po e bëjnë këtë narrativ terrenin, po e bëjnë. Vallai na rujt nesër me ndodh një trazir, a na vyn neve si Kosovë? Vallai nuk na vyn. Kujt i shkon për shtati kjo? I shkon për shtati ati nalt, ati aleikum salatullah. I shkojnë për shtati ati që e kemi atë fëqinin e keq.